Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Vazhdojmë vëllezër me parimet të cilat kanë ardhur në sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtyre parimeve është fjala e tij sallallahu alaihi wasallam, el-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Të besimtar musliman i mirëfillt i vërtet është ai nga gjuha dhe dora të cilit janë sigurt muslimanët e tjerë. Ky parim vëllezër profetik na shpërfaq figurën ideale të muslimanit. Po tregon këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se si duhet të kanë muslimani i mirëfillt, qoftë mashkull, qoftë femër, do të në raportet e tij me të tjerë. Pra me kanë i tillë që nga gjuha edhe dora e tij me kanë sigurt vëllezërit e tij, motrat e tij musliman. Dhe pra kur pejgamberi sa po na tregon se ky është muslimani i mirëfillt. Ky është ai muslimani i cili ju ka dorëzuar tërësisht Allahu subhanahu wa taala, krijuesi i tij, krijuesi të qejve edhe tokës. Është muslimani i cili nga gjuha e dora të cilit janë sigurt tjerë, do thotë ky është person që urdhrat e Allahu subhanahu wa taala i ka çuar vend, edhe është largu prej ndalesave të Allahu subhanahu wa taala. Pra me një fjalë e ka kompletu, e ka përsos islamin e tij, kur përderisa domethënë nga gjuha edhe dora jote janë sigurt vëllezërit e tu musliman. Do thotë me gjuhën tënde edhe me gjymtyrët e tua nuk e shqetëson, nuk e lëndon, nuk e ofendon ndonjërin prej muslimanëve. Pa hadithi vëllezër na jep me kuptu se muslimani më i mirë është ai i cili i plotson drejtat e Allahu subhanahu wa taala, mirë po krahas këtyre drejtave të Allahu subhanahu wa taala i plotson edhe drejtat e krijesave të Allahu subhanahu wa taala. Dhe obligimet që ai ka karshi muslimanëve të tjerë, edhe shtoja kësaj çka mos me i dëmtu, me pas kujdes. E tash qysh dëmtohet vëllezër njeriu apo muslimani prej teje? Tu dietar thënë janë dy lloje dëmtime që ti ja bën vllaut ton musliman. E para thonë është kur ti e dëmton me anën tënde të jashtme. Do çka me gjuhën tënde, me gjymtyrët e tua, me sjelljet e tua e kështu me radhë. E dyta thonë vëllezër është kur ti e dëmton me anën tënde të brendshme, me zemrën tënde. Qysh e dëmton muslimanin me zemrën tënde? Do çka kur në zemrën tënde mban çka urrëtie ndaj vllaut ton musliman. Inati, zili, mendje madhësi, apo ja don çka të keqen. Apo lloj do je i vrazhd me to, on lloje ndryshme të smundjeve, defekteve të zemrës me cilat e dëmton vllaun ton musliman. E feja vëllezër po na ndalon nga dyja këto. Thotë je i ndalu me dëmtu vllaun ton musliman, sikur me anën të jashtme tanën, sikur me anën tanën të brendshme. E pikërisht vëllezër njerëzit dështojnë çto dy pika. Ose të dikush bëhet njëna, ose të dikush bëhen dyja të bashkë. Allahu na ruaj. Këtë hadith vëllezër profetik po e vrejmë një sqarim madhështor për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se si i ka dhënë përparësi gjuhës para gjymtyrëve. Nga gjuha dhe dora e cilit janë çka të sigurt muslimanët e tjerë, ndjehen sigurt muslimanët e tjerë. Pse i ka dhënë përparësi vëllezër gjuhës? Pse e kanë përmend fillimisht gjuhën? Këtu është një urtësi. Dietarët thonë vëllezër se përmes gjuhës ti mundesh me dëmtu ata që është gjallë apo edhe ata që ka vdek. Po në gjuha nuk ka kufi. Po mundesh me fol, me i dëmtu, sikur gjallë, sikur çka të vdekurit. Po çka me fol, me i ofendu, domthonë me akuzu e kështu me radhë. Ndryshe nga gjymtyr. Po në gjymtyra nuk mundesh ai që ka vdek, nuk mundesh me gjymtyrën tënde me ofendu. Sqarimi i dytë që kanë përmend këto hadith dietarët thonë e ka përmend pejgamberi sa gjuhën, nuk ka thënë nga fjalët e tij janë sigurt musliman, mirë po ka thënë çka nga gjuha. Pse nuk është prej me fjalë mirë po me gjuhë, për më na tregu vëllezër se nganjëherë ti mundesh me dëmtu, me lëndu vllaun ton musliman, edhe nëse nuk e fol asnjë fjalë, mirë po me gjuhën tënde, qysh? Po kur ti e çet gjuhën formtallje dhe përçeshje ndaj vllaut ton musliman. Po me na lvizje që e bën gjest me anë gjuhës, domethënë çka e dëmton vllaun ton musliman. Po ashtu ne ka përmend pejgamberi sa këtu dorën, e nuk i ka përmend domethënë gjymtyr tjera, për me tregu se njeri nganjëherë vëllezër e dëmton fizikisht, drejt për drejt me dorën e vet vllaun e vet musliman, apo nganjëherë edhe në anën kuptimore. Qysh në anën kuptimore, domethënë kur ti e dëmton, thon çka me sjelljen tënde. Sikur çu e dëmton me dorë, e dëmton çka me sjelljen tënde. Edhe e lëndon. Edhe kjo është domosdoshmë sikur me dëmtu me dorë Allahun. Mirë tash urtësia tjetër vëllezër, pse
e ka veçu pejgamberi sa vetëm gjuhën edhe dorën, nuk i ka përmend gjymtyr tjera. Ku na e dina se ti mundesh me dëmtu muslimanin edhe me gjymtyr tjera, me kamën tane për shembull. Pse i ka përmend vetëm këto dy vëllezër? Kan thënë dietar se zakonisht, domethënë dëmtimi i muslimanit rrjedh çka për këtyre dyve. Ose për gjuhës tane, ose për gjymtyrve tua, ose për dyave bashkë. Ose domethënë bëhet çka dëmtimi i tij nga gjuha jote ose nga gjymtyr, shkaktohet përmes gjuhës edhe gjymtyrve tua. Apo përmes gjitha këtyrave bashkë, Allahu na ruaj. Edhe kanë thënë zakonisht dëmtimi që i bëhet muslimanit me gjuhë është shumë më i shëmtuar se sa me dëmtu çka fizikisht. Nga njëherë vëllezër me dëmtu vllahun tën musliman me gjuhën tënde është më e rëndë dhe gjunah më i madh, edhe pasojat janë më të mëdha se sa me dëmtu çka me dorën tënde edhe me gjymtyrët e tua. Pra sharjet, ofendimet, mallkimet, akuzat, përgojimi, bartja fjalëve, rrana, dëshmia rreme, talljet, përçeshjet, me fol për Allahun pa dije, me i përhap, domethënë dezinformata. Gjitha këto burojnë çka vëllezër, domethënë gjunahe shkatruese burojnë nga gjuha njëri. Defektin gjuhë me cilat i dëmton vëllezërit e tu musliman. E nganjëherë pastaj shkon këtu paraqitet vëllezër rreziku i gjuhës, që gjuha është ajo e para. Pastaj gjymtyrët e tua, në mesin e këtyre që po përmend këtë hadith, dora, nganjëherë e vërteton ato që e thot gjuha apo jo. Po ti domethënë dëmton njerin me gjuhën tënde, mirë po e dëmton edhe me dorën tënde. Nuk është të thënë që me dëmtu vetëm me goditje, mundesh me dëmtu edhe me shkrimdhët, me laps. Edhe këtu të përfshin ky kërcënim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkon dhe njeri shkruan diçka me lvizjet e durve, gishtave të tij, me lapsin e tij. Edhe bëhet sebeb domosdoshmë çaj shkrimi i tij më u dëmtuan ndoshta miliona njerëz në botë. Sikur dikush që përhap domosdoshmë çka ide devijume, shkruan ose përhap ateizëm, apo përhap domosdoshmë çka gjana domosdoshmë që bin kundërshtim me fenë e Allahut subhanahu wa taala, apo shkruan diçka që thret drejt shturjes morale, apo degradimit muslimanëve, dëmtimit muslimanëve. Këtë kjo vëllezër hyn te ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E nuk është të thane vetëm me shkruaj fizikisht me laps, tash kohën që po jetojmë, duhet të morru vëllezër shumë me përhapjen e këtyre rrjeteve sociale, mediave, gjana, videove, edhe mund këtu hin edhe shkrimi elektronik. Edhe me këto domethënë ndoshta dami këtyre është hala më i madh, sepse përhapen botë domethënë më shumë se sa shkrimet që janë bërë përpara me anë të lapsit. Andaj vëllezër na gjithmonë duhet me pas frikë Allahun subhanahu wa taala, natë që e flasim edhe natë që shkruajmë, sepse çështja është shumë e rrezikshme. Shkon Allahu thot, duke kërcënuar ata njerëz që nuk ja sjellin ndërmend vëllezër këta vetes vet. Thot yawma tashhadu alehim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Të ditën e kiametit kur kundër tyre do të dëshmojnë gjuhët e tyre, durët e tyre dhe kamët e tyre se çka kanë vepruar për gjunave domosdoshmë sa kanë qenë në jetën e kësaj bote. Këtë kanë me dëshmuar kur dilsh para Allahut subhanahu wa taala. Plazar Allahu thot walladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minati bighayri ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Ata cilët i lëndojnë, i shqetësojnë besimtarët edhe besimtarët pa hak, pa ju bë ata kur gjallë. Thot faqad ihtamalu buhtanan, ata e kanë ngarku veten me shpifje. Wa ithman mubina, edhe me gjunah që ka të qartë. Dhe pas kujdes pra nga një gjadil, Allahu thot ela yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Shkon ti përhap diçka në internet, mirë po nuk e din se me këta i dëmton muslimanët edhe i dëmton çka aty ku është kryesore më çka në fenë e tyre është. Edhe të shtohet aty te regjistri i punëve tua të këqija të gjitha shënohen. Gjitha shënohen. Thot Allahu ahsahu Allahu wa nasu. Thot ata i kanë harruar mirë po Allahu gjitha i ka shënuar. Andaj duhet me asjell vetë ta njerëz vëllezër vetë ndërmend fjalën e Allahut. Ela yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. A nuk mendojnë ata, nuk ndalen me menu se një ditë kanë murin gjallë, li yawmin adhim, në një ditë madhështore, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, ditën kur njerëzit do dalin me qëndru para Allahu subhanahu wa taala, po me dhënë llogari. Pra do të më kujtu vetet kur përhap, kur shpërndahen fletushkat. A do ta marrësh, do thot me dorën tënde djathtë apo me dorën tënde të majt.
Pa në të fletush shënohen krejt lëndimet, shqetësimet që ja ka bërë robërve të Allahu subhanahu wa taala. Me gjuhën tane, me shkrimet e tua, me gjymtyrët e tua. Don gjitha janë të shënuar detajume. Pra kjo hadith po na nxit që mos me i dëmtu vëllezër muslimanët me çfarë do lloj mënyre, qoftë pak, qoftë shumë. Edhe po tregon pejgamberi sa që personi i tillë e ka realizuar islamin e vërtet. El muslimu, do muslimani mirëfill është ai, që nga gjuha dhe dora e tij janë sigurt muslimanët e tjerë. Andaj vetë dietarët kanë thënë nëse smunesh mi u sjell dobi muslimanëve, s'pako mos i dëmto. Mos e ngarko vetëm dhon me gjunahën e dëmtimit tyre. Një pikë vëllezër e rëndësishme që e kanë përmend dietarët lidhur me personin i cili dëshiron me e eduku veten në mënyrë që me gjuhën e vet mos me i dëmtu musliman, e as me gjymtyrët e tij. Qysh me arrit tha? Shkon vëllezër i kanë përmend dy pika këtu. E para është kthehet tek hadithi kutsi që e transmeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Allahu subhanahu wa taala, ku Allahu thotë: "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayh." Thot robi im nuk afrohet tek unë me diçka më dashur tek unë se sa gjërat që ja kam bërë obligim. Pastaj thot Allahu vazhdon thot robi im afrohet tek unë me nafile, adhurime nafile, agjerim nafile, namaz nafile kështu më. Hatta uhibbahu, thot Allah, deri sa ta du. Fa idha ahbabtuhu, kur unë e du atë, thot kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Thot Allah, unë bahna dëgjimi tim me cilën ai dëgjon, shikimi tim me cilën ai sheh. Thot wa yadahu allati yabtishu biha, dora tim me cilën ai prek edhe godet, wa rijluhu allati yamshi biha, kama tim me cilën ec. Wala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'adhani la u'idhanna. Thot nëse ai kërkon diçka prej meje, thot Allah, gjithsesi do t'jap. Nëse ai kërkon mbrojtje prej meje, gjithsesi do ta mbroj. Çfarë në lidha këtij hadith me këta që po dojmë të thonë, shkon në këtë hadith nuk është qëllimi se Allahu mishrohet me ty, me robën, bëhet syri yt, veshi yt, dora jote, kama jote, jo. Qëllimi është se Allahu, si thonë dietarët, të jep sukses për shkak punëve tua të mira, edhe ti ruan këto gjymtyr mos me bë haram. Ta ruan dëgjimin, mos me dëgju haram, ta ruan shikimin, mos me pa haram, dorën mos me prek haram, kamën mos me ecë drejt harameve. E tash, do thot, kur ti i ruan obligimet, në bazë të hadithit, edhe i kryen nafilet, i shpeshton nafilet, që kjo është rruga që Allah më të ruaj gjymtyr. Ta ruan gjuhën tane, ta ruan synin, ta ruan gjymtyr, mos me rast kanë haram. Do të dëshiron mos me i lëndu muslimant, atëherë angazhohu, me çka, me punë të mira. Bara çka farzet, e dyta shpeshto sa më shumë nafile, se këtu po garanton pejgamberi sa, edhe Allahu që çka ti ruan gjymtyrt mos me i dëmtu tjerë. Për ta ruan gjuhën tane, dorën, kamt e kështu me radhë. Çështja e dytë vëllazër më e sjell ndërmend ditën kur kimë dal për Allahu subhanahu wa taala, kur shfaqet si çam regjistri i punëve tua të mira apo të këqija. Shkon vëllazër ti në regjistër aty ki shënuar me gjunahet që ai ke bën raport me Allahun, mirëpallëgjan që ai ke bën raport me krijesat e Allahut. Në raport me Allahun thonë edhe pse na e dina se Allah është Arhamur Rahimin, edhe shpresojna se Allahu i fal gjunahet. Sidomos ditën e Kiametit. Mirë, po prapse pa vëllazër njëri duhet çka më turprua dhe më ardh marr. Kur të lexohen para teje, ti përmend Allahu çka gjunahet që ai ke bën në dunjë. E si është puna tash me haramet, gjunahet, lëndimet që ja ke bën dhe çka njerëzve të tjerë. Kur domethënë ata kanë vdek, nuk ja u ke lyp hallalin, nuk ja u ke kompenzu damin që ja u ke bën. Po nuk i garanci pastaj se ajo çka të falet. Po gjunahet që i ka shkruar Allahu subhanahu wa taala, kurse ti ndoshta ai çka i ke qit jashmesh edhe i ke harru. Pastaj pra është një situatë, më thënë, rrethon shumë e vështirë, në ditë, si thëtë Allahu, yawma yafirru al-mar'u min akhi, ki me ik për i vllau ton, për i babës, për i nanës, për i grus, për i fëmijëve, njerëz që i ke dasë ma shumë, ki me ik. Nuk i qef mu taku me ta ballë për ballë. Se nëse gëjin hak diçka kanë me lyp hakun të këti në ditë. E si është puna vëllezër me njerëz që ti i ke dëmtu. Edhe dëmtimi i tyre ndoshta që ja u ke bati i arrin ata duke qenë ti në varr. Vëllon ti i ke dëmtu me fjalët e tua apo me shkrimet e tua, ti ke vdek, mirë po kanë mbet ato, edhe kështu vazhdojnë pastaj. Andaj vëllezër njeri i cili shpreson takimin me Allahun subhanahu wa taala, frikohet prej takimit me Allahun subhanahu wa taala, frikohet
prej gjunaheve, është i tillë pra që duhet më tut prej gjunaheve tua që ai ke bërë. Si është puna me ngarku vëllazër veten me gjunahe edhe ndaj tjerëve. Patyshim vëllazër që kjo është diçka dështim, edhe është falimentim. Siç i ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabët duke i paralajmëruar nga dëmtimi i tjerëve. Po ne ka ngulit, e ka rënjos këtë kuptim në mesin e sahabive, duke i paralajmëruar, i ka thënë e tedruna mal muflis. Ka thënë a dini se kush është ai muflis? Njeri i falimentum. Ka thënë ai dërguari i Allahut mesin ton i falimentum është ai që nuk ka tholla, nuk ka diçka në jetën e kësaj bote. Nuk ka kurrë afër vet. Ka thënë el muflisu. Innal muflis ka thënë, jo ka thënë ai që është i falimentum vërtet. Ka thënë është min ummeti nga ummeti im, apo muslimanëve. Thot men yati yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat. Ai thaj në ditën e kiametit del para Allahut me shumë namaz, me shumë agjerim, me shumë zakat. Mir po çan do thot wa yati qad shatama hadha. Del para Allahut ndërkohë që dikon e ka shah e ka ofendu, wa qadhafa hadha dikon e ka akuzuar pa drejt, wa akala mala hadha dikujt ja ka marr pasurinë pa drejt, wa safaka dama hadha dikon e ka myt, wa daraba hadha dikon e ka rrej e ka godit. Thot fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Secili thot Allahu i pejgamberi sa thot i japet nga të mirat se vapët e këtij. Thot fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi. Nëse i harxhohen s'ka më të mira, ja marrin krejt. Mirë hala ka me të hak që ky duhet më ia kthy. Çan do thashët ukhidha min khatayahum fa turihat alayhi. Allahu na. I merren gjunahat aty në i gjuhën këtina. Thot fa turih thumma turiha fi nar, pastaj e hedhin zjarr xhehenamit. Allahu na. Pastaj pra ky hadith është i frikshëm, siç është thënë muslimin sa ai aty, po na tregon se lëndimi i muslimanëve, qoftë me gjuhën tane, qoftë me gjymtyrët e tua, ti rrëmben veprat e mira kur ki nevojë më shumëti. Po kur dilsh para Allahu subhanahu wa taala kur ki nevojë për një sevap, me shpëtu nga dënimi i Allahut edhe me hi në xhenet. A do vëzër me pas kujdes. Parimi i dy vëzër është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Thot secili për jush është bari, çoban, dhe secili për jush është përgjegjës për kopen e tij. Ky hadith vëzër po ashtu është një hadith, një parim madhështor i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që na tregon se si duhet të jenë raportet ndërnjerëzore. Pra është parim përmbledhës. Edhe shembulli që i ka sjellë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këto është shembull mahnit, edhe përmban urtësi të thella. Pra është mesazh vëzër që na drejtohet neve për më na tregu se secili prej neve kemi diçka përgjegjësi jetën e kësaj bote. Edhe jemi sigur ai çobani bariu i cili kujdeset për tufën kopen e vet. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, edhe kemi dhënë përgjegjësi. Kur dilsh para Allahu subhanahu wa taala, komë të pyet Allah, por që ata që i kanë pas përgjegjësi, ai e kujdes për ta. Thot a ke tregu i drejt me ta? A ke vepruar me ta gjana që do thonë ja u përmirësojnë fen, apo e kundërta Allahu na rudi e tregoj pa drejt, je bë shkak që më dëmtu feja aty. Edhe dunjaja aty. Gjitha hinë këto. Nuk e tregoj i vërtetë dhe sinqert raport me ta. Nëse e ke plotsu këtë detyrë, këtë amanet ashtu si duhet, atë të pret shpërblim i madh te Allahu subhanahu wa taala. E nëse është e kundërta vëllazër, atëherë si do ta marrin pret një kërcënim i madh, edhe tjetra secili prej atyre njerëz në ditën e kiametit ka me lyp çka hakun e tij prej teje. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka detajzuar këta thon el imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Prisi muslimanëve është çoban, është bari, edhe komo marr përgjegjësi te Allahu në pyetje për ata që i ka udhëheq. Thot wa ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Burri është bari në shtëpinë e vet, me anëtarët e shtëpisë. Thot wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Allah ka më të marrë pyetje për gruan tani për fëmijët e tu. Thot wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Po ashtu edhe gruaja është, me thënë, baresh në shtëpinë e burrit saj, edhe komo pyet për Allahu subhanahu wa taala për ata që i kanë pas nën për kujdesin e saj. Ose këto janë amanete. Po na tregon pejgamberi amanet me cilat te e kanë, do të thonë i bardh në supet tua. Është barë rën, andaj duhet me pas kujdes vetë se si po e çon vend këtë amanet me cilin ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala. Nëse shikojmë të realitetin e muslimanëve, me përjashtim të atyre që i ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala, vrejmë defektet të mëdha vëllezër këtë parim. Vrejmë se nuk e çojnë vend këtë amanet. Për formave mundem të them vëllezër më të dukshme
ku njeri nuk e çon vend amanetin, është Zoti i shtëpisë me anëtarët e shtëpisë. Është kujdesja e tij e madhe në edukimin e fëmijëve të vet. Përfshin ky hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shazir ibn Kaimi rahimahullah përmend se pjesa më e madhe e prishjeve, thonë që i prek fëmijët vijnë nga prindrit. Pse se baba ose nana janë treguar çka kujdesur në edukimin e tyre. Por sot dietarët kanë përmend se fëmia jot është një prej pasurive më të çmueshme që te e ki. Andaj duhet me pas kujdes, është amanet. Von ashtu që ja siguron ushqimin, pijen, veshmbathjen, kulmin mbi kokë, duhet më ja jap vëllezër çka dhe fen, duhet më jap çka morale. E jo me mendu që thon unë e kryeva obligimin që ja kam von, po ja u siguroj një mirëqenie sa do pak jetën e kësaj bote, në anën tjetër mu treguish kujdesun në edukimin e tyre fetar. Nëse tregosh ashtu atëherë të përfshin ky kërcënim edhe kimu marrë llogari para Allahu subhanahu wa taala. Mi nganjëherë ndoshta ndaj prind arsyetojë që s'po mundet krejt ndoshta më ja siguru prej mjeteve të edukimit të fëmisë. Mirë po, nuk arsyetosh asesi, edhe në akijgjuna, kimu marrë llogari para Allahut kur ti vetë me durët e tua e fut një mjet shpitane që e dëmton fëmin ton. Çka i thu kësaj? Kush ka detyruar që tim si baba ose si nanë me fut në shpitane diçka me cilat i dëmton fëmijët e tu. Ja u prish fen, ja u prish moralin. Edhe i bën tillë që ata me përngjasu ku na jo besimtarë dhe mu lidhë më thanë me dunjallakën dhe me njerëz të prishur, me njerëz gjunaqar. Në anën tjetër, na e dim se, më thanë, nuk ka shtëpi që nuk ka në tonë njerëz që mundohen me përmirësu. Është aty, raste të ralla, ndoshta mirë, po çon Allahu njerëz që mundohen aty me eduku, domethënë edhe me ndiku pozitivisht. Mirë, po me pas këtë në kohën cilën po jetojmë, mjetet e shkatrimit janë më të shumta se mjetet e ndërtimit. Andaj duhet me pas dhe këto parasysh. Edhe ne duhet me pas parasysh se nefsi anon shumë ka epshin. Andaj joti si prind me sjell shpitane gjana që domethënë veç e ndez më shumë këta shpitane. Edhe e bën që më përhap më shumë shtëpitë tua domethënë këto gjana që janë haram. Kjo në aspektin e ndalesave dhe tash edhe ka kujdesje të madhe në aspektin e urdhresave. Gjen prind që nuk e urdhron fëmijën me fal namazin. Shkujdesje e madhe në raport në raport me finë edukimin e tyre në faljen e namazit, nuk i nxit. Kurse në anën tjetër e vren se nëse fëmia për shembull nuk ka kaluar mirë në provim apo në diçka në çështje dunjallake apo në një test, në zemrohet, hidhrohet me to. Apo është atë domethënë nuk e çon me fal namazin, ndërsa është shumë i kujdesshëm me i nejt gati me shumë në shkollë, domethënë çka në orar. Po shikoni ti tash ti vet po e dëmton fëmijën ton. Se po jep me kuptu që dunjaja është më e rëndësishme se ahireti. Mo me çdo sjellje të tua. Atë në Kur'an e kemi shembullin më të mirë që na mëson Allahu çu do të më kanë prindi. Shkon se Allahu na urdhron që na me i pasu njerëz më të mirë që janë profetë e Allahut. E tregon e lavdron Ismailin alayhis salam. Shkon se e lavdron Allah thotë wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zakat. Thot ai vazhdimisht kanë thot vazhdimisht e urdhronte familjen e tij me fal namaz dhe me jep zakat. Pejgamberi Allah. Pastaj thot për pejgamberin sa më urdhrohet, e urdhon pejgamberi sa më drejtohet i thot wa'mur ahlaka bis salati. Urdhroje familjen tënde me fal namaz. Wastabir alaiha, edhe këmbgul në këta. Shkon e wastabir alaiha, këmbgul këta vëllezër, kjo dietar të na me kuptu se është e vështirë. Është e vështirë. Do thonë që urdhrimi vazhdimisht me unajt gati fëmijëve, me fal namaz është vështirë. Edhe ka nevojë për durim. Se përfundimi pasaj ose ka me kanë i mirë ose ka me kanë i keq, Allah na ruaj. Von kanë me kanë tillë që kanë më largu prej namazit. Andaj duhet këmbgulje, duhet durim i madh. Dazë duhet mi pas parasysh këto tekste fetare, po ashtu ata që tregon kujdesun këtë aspekt, do të më pas parasysh fjalën e Allahut ku thotë ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Po do besimtar ruajini veten tuaj edhe familjet tuaja nga zjarri i xhenemit. Wa quduha an-nas wal hijar. Lëndjekëzve të cilit janë çka gurt, njerëzit edhe gurt. Do ndezet me njerëz dhe me gur Allahun. Thot alejha malaikatun ghiladun shidad. Thot atë zjarrin e mbikëqyrën engjëj të Allahut që janë domethënë të vrazhd dhe të ashpër, nuk ka rahmet në ta vëllezër. Thot la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Thot ata nuk tregon pa mbindur ndaj Allahut, edhe më njëherë zbatojnë urdhrat e Allahut subhanahu wa taala. Mos presoj që të mëshirojnë Allahun atë. Sa do kur i pyet brezat e parë të Islamit
për këtë ajet kanë thënë edibuhum wa allimuhum. Qëllimi po thotë Allahu edukoni antarët e shtëpisë edhe mësojeni çështjet e fesë. Aq sa ju mjafton që mos më bë lan djeg se zjarri i xhenemit, Allahu na. Edhe me pas kujdes vëllazër që fëmia jot, gruaja jote mos me kanë të parë të cilët kanë me kërku hakun të tin ditën e kiametit, për shkak se nuk i kanë gati në aspektin fetar. Nuk është qëllimi vëllazër ti vetëm me pru rrezik shpitane. Ju siguru mirëqenie. Qëllimi do muslimani do të më mendu më larg se kaq. Ja mësu fenë Allahu subhanahu wa taala, me eduku me edukat islame. Shtaor disa transmetime edhe pse është si fjalë tabinëve, kanë përmend thotë që ditën e kiametit të gruaja ankohet te Allahu për burrin e vet. Thotë Allah ky vetëm ka pru rrezik te shtëpia kurse nuk ka mësu kurrë për fenë Allahu subhanahu wa taala. Pasi që përmend vëllazër Allahu thotë yawma yafirru al-mar'u min akhi, ditën kur njeri ik nga vllai i vet, wa ummihi wa abi, nga nana dhe baba, njerëz më të afërt, wa sahibatihi wa bani, nga gruaja e fëmijët. Li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni. Secili i mjafton domon çështja vet, është i angazhuar e preokupuar me veten e vet. Po ashtu vëllazër prej formave ku njerëzit sot dështojnë këtë parim profetik, secili prej juve është çoban bari dhe secili prej juve do të merren përgjegjësi për kopen e vet, është edhe punë që i kryjnë, me të cilat ngarkohen punë ndryshme. Vrejmë shkujdesje të madhe, ose nuk shkon me kohën punë, ose nëse shkon me kohën punë çka nuk e kryen punën ashtu siç duhet, del ndoshta çka para kohë, ose e vonon pa ndonjë arsye realizimin e projekteve dhe punëve ndryshme, ose nuk ju ndihmon njerëzve pa kur fare arsye, domthon çat pozitë që e ka, edhe pse mundet me ndihmu dikujt, nuk i ndihmon. Edhe pse ka detyrë ndoshta çka me ndihmu. Apo ala më aran se kjo ndoshta merr rishfet Allahu na. Për me kry punën dikujt ajo. Kjo këtë vëllezër është tradhti edhe është mashtrim. Kemi marrë atje parimet e kaluara me ngashena felejse minna. Kush na mashtron nuk është prej nesh. Pra duhet me ditë vëllezër se këta njerëz gjithë kanë me dhënë llogari para Allahu subhanahu wa taala. Se ti tash ke marrë diçka në përgjegjësi tënde, edhe Allahu më të pyet. Si e ke realizuar këtë? Njeri mendon se ndoshta ti shpëton jetën e kësaj bote, shpëton nga burgu, shpëton nga gjobat, nga dënimet e ndryshme, mi po ditë kiametit s'ki kupton. Nuk i kupton prej Allah. Allah thot kalla la wazar. Nuk ka ditë kiamet, s'ki ka ik. Ila rabbika yawma idhin al-mustaqar. Ki me dal, me qëndru para Allahut edhe me dhanë çka, llogari nuk i ka ik. Po ashtu vëllezër prej formave ku njerëzit kanë defekt këtë parim, edhe është edhe në aspektin e arsimit. Ata që merren me edukimin e brezave, po ose vetë janë tillë që kur tjerëve ja u dhanë dhe i mësojnë landën që e kanë apo mësimin që doin m'ia dhanë, nuk përgatiten aq sa duhet. Edhe kanë shkujdesje të mëdha në këtë aspekt. Aspekti tjetër vëllazër është i defekteve është kur i shohin nxënësat për shkak se e bajnë ai gjëna apo oficialet të keqe nuk i këshillojnë. Edhe kjo pastaj bën që me dal breza vëllazër, jo të edukum ashtu siç duhet. Po jo vetëm çështje dunjallahut, edhe në çështje fetare. I përfshin njerëzit ky kërcënimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Amaneti vëllezër shikoni që jemi ngarkuar me to. Bëhet hala më i rëndësishëm. Edhe shkujdesja ndaj tij bëhet hala më e rrezikshme varësisht prej asaj që janë ngarkuar me to, rëndësisë që ka detyra edhe tjetra se sa afektohen ose preken njerëzit nëse ti tregosh ka i shkujdesën ndaj saj. Sa është numri i tyre. Sa më shumë, atëherë s'ka përgjegjësia para Allahut llogaria ku më kanë më e rënë. Çfarë Umeri radiallahu an, brezat e parë të Islamit e kanë kuptuar këtë mirë. Shkon që ka thënë Umeri, thotë, nëse një mushk, thotë në rrugës në Irak atje, thotë gjatë rrugës e vran kamën, thotë tutna që Allah ka më marrë llogarinë ditën e kiametit, pse s'ja ke ndresh rrugën mos mu vraja. Ose kanë qenë. Dërsa, është tut vëllezër në raport me çka me hakun e një kafshës. Si është puna në raport me njerëzit vëllezër apo me muslimanin. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah i ka urdhëruar ata në punësit e vet, ka thënë çitni drithra, kokra, thot ushqim në maje të maleve për zogjt. Ka thënë la yuqal ja'a at-tayru fi bilad al-muslimin. Mos thuhet se zogjt s'po kanë çka me hangër në vendin e muslimanëve. Shkon vëllazër, ku ju ka shku mendja domethënë. A do të thotë ky parim profetik madhështor është metodologji madhështore që na tregon se si do të jenë raportet mes njerëzve. Edhe na edukon vëllezër neve si besimtar që e dimë dhe besojmë bindshëm se kemi me dal para Allahu subhanahu wa taala. Edhe kemi me dhënë llogari.
na edukon që me pas frikë Allahun subhanahu wa taala, edhe me e sjell ndërmend përgjegjësinë që secili prej neve që e ka mbi supet e veta. Edhe me ja kujtu vetet që Allahu ka me të pyet vëllazër, patjetër nuk i ka i. Wan hadith vëllazër, që Allahu ka me të pyet për anëtarët e shtëpisë, për gruan tonë, për fëmijët tonë. A e ke kryer këtë amanet që duhet apo jo? Për i hadithe vëllazër më të frikshme që e kërcënoi njerin i cili tregohet ish kujdesur në raport me atë që e ka në përgjegjësi, është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hadith që transmeton Buhariu dhe Muslimi. Thot ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyya, nuk ka rob të Allahut që Allah jep diçka në përgjegjësi. Thot yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Vdes thot edhe vdes në gjendje që nuk e ka kryer ashtu siç duhet detyrën ndaj atyre që i ka pasur përgjegjësi. I ka mashtruar. Nuk u tregoi sinqert i vërtet në ta. Thot illa harrama Allahu alayhi al-janna. Allahu më ia bë haram hyrjen në xhenet. Hadithi tjetër vëllazër. Thot nuk ka rob të Allah që Allah jep diçka në përgjegjësi, thot falam yahudha bi nasiha. Nuk është treguar domani sinqert i vërtet në raport me ta. Thot illa lam yajid ra'ihat al-janna. S'ka më ni aromën e xhenetit në ditën e Kiametit. Ku ka privim vëllazër më të madh se sa mos me të mundsu hyrja në xhenet, Allahu na ruaj. Dhe vëllazër, pra themi se përmirësimi i shoqërisë edhe i umetit është varësisht se secili individ prej tyre vëllazër kujdeset për ata që e kanë në përgjegjësinë e vet. Secilin familjet vet apo që e ka punën rreth pak më xhan, nëse secili prej nesh do të ishim në rregull vëllazër me këto përgjegjësi amanete që ai kemi, atëherë padyshim që edhe shoqëria jon kish me kanë në rregull. Parimi tjetër vëllazër, fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot la yati ala an-nasi zamanun illa walladhi ba'dahu sharrun min. Thot nuk vjen kohë mbi njerëzit, thot koha në cilën janë, thot koha që vjen pas asaj kohe, thot vetë se ka më kanë më e keqe se koha paraprake. Pra çdo kohë që vjen, thot pejgamberi sa ka më kanë më e keqe se koha që është para saj. Ky është një hadith vëllazër, një parim profetik lidhur me ligjet e Allahut subhanahu wa taala në këtë univers, në popull edhe në shoqëri. Njeri kur e nin vëllazër fillimisht këtë hadith ndoshta preket pa nga dëshpërimi. Edhe do të thonë gjendje jo e mirë shpirtërore. Mirë po, a ka dash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu me na cit në dëshpërim vëllazër, me na lënë pa shpresë, padyshim se jo. Nuk është kjo qëllimi i fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk është qëllimi i fjalëve të tij që na, do të thonë, me i çu durt, edhe mos më ndërmarr kur gjë. Edhe me na kap dëshpërim. Jo, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë zotëria i optimistëve. Edhe ka qenë person që i ka pëlqyer optimizmi dhe ka urrejt çka pesimizmin. Gjithmonë kanë nxitur domethënë çka në optimizëm. Ka qenë prisi i durimtarëve. Mirë po, atëherë cili është kuptimi i fjalëve të tij? Na shikoni duhet kur dëshirojmë me marrë një gjykim prej haditheve, duhet me i bë bashkë këto gjitha hadithet. Pse se fjalët e pejgamberit sa çka e shpjegojnë, e shtjellojnë, e sqarojnë njëra tjetrën. Duke pas parasysh se çdo fjalë që ka thënë pejgamberi për një gjendje të caktuar apo në kohë të caktuar mbeten mësimet edhe dobitë që merren prej saj. Andaj vëllezër, njeri musliman kur i lexon këtë fjalë pejgamberit sa dikush mund të thonë pse më vepru. Pse më vepru kur sherrri vazhdimisht po shkoi ka çka tu ushtu, ndërsa e keqja, ndërsa e mira po shkoi ka tu paksu. Pse më punu kur kjo ka kështu me caktimin e Allahut subhanahu wa taala? Pse më urdhëru për të mirë, pse më ndalon nga keqja, pse më i thirr njerëzit në hajër? Shkollëzër, kush na përgjigjen këta? Na përgjigjet ai i cili nuk flet nga tekat e veta. Po ma yantiqu anil hawa thot Allah. Për pejgamberin ai nuk flet nga vetja vet. In huwa illa wahyun yuha. Kreç ka fletur shpallje që i vjen atij. Shpallje prej Allahut Zotit botë. Shkollëzër, këtë hadith që e transmeton Aliu radhiyallahu an, kur e ka thot ishim së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një xhenazë, thot edhe na tha ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min al-jannati wa maq'aduhu min an-nar. Thot secilit prej jush është nda vendi ku ka më kanë xhenet ose në zjarr. S'parandishme thot i thanoi dërgumi i Allahut, e pse më punu pra domthon atë mbështetemi në këtë shkrim të Allahut edhe ti braktisim veprat? Ka thonë jo, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa la. Punoni se secilit i lecohet ajo për cilën është i krijuar. I krijuar për xhenet, të lecohen punët e banorëve të xhenetit apo anasjellës Allahu na. Çka e keqja vetë është kështu që po tregon pejgamberi sa që nuk vjen kohë se është më e keqe se koha paraprake. Nuk është e keqe e pakufizuar, e keqe e absolute. Çfarë do thotë kjo? Do thotë se ndodh që
Për një vend është keq, po për një vend është ka mirë. Por një vend është ka hajër. Është e keqe dikun mirë, po dikun është ka mirë. Sa Allahu ibn Hajeri rahimahullah kur e ka përmend këtë hadith, ka sjellur ka thënë wa qad istushkila hadha al-itlaq. Të disa dietarët e kanë pa paksa problematike këtë përgjithësim që e ka përmend pejgamberi sa në këtë hadith. Duke qenë se disa kohë janë më të këqija apo më pak të keqen se disa tjera. Edhe pse vijnë domethënë çka mas atyre para prakave. E merr si shembull kohën e Haxhaxhit vëllazër. Kohën e Haxhaxhit ka dihet zullumi që e ka bë. Më njerë mastik ka ardhur ka Umar ibn Abdul Aziz, nuk ka shku shumë kohë. E dihet që koha ati ka qenë shumë e hajrit se sa koha e tij. Madje thot mundemi me thënë që e keqja në kohën e Umar ibn Abdul Aziz s'ka ekzistuar gati fare hiç. Çfarë do të thonë që ka arrit domethënë me apliku drejtësinë në to. E si ka mundësi me thonë që u kanë shka më e keqja se koha e Haxhaxhit. Mirë, tash çysh i përgjigjemi kësaj vëllazër, dietarët kanë dhënë disa interpretime. Për tyre është Hasan al-Basriu ka thënë kjo është ala al-akthari wal-aghlab. Kjo është kështu në formën më të përgjithshme. Do të zakonisht është kështu. Mirë, po nuk do të thotë që nganjëherë me kanë çka ndryshe. E kanë pyetur kur e kanë thënë këtë fjalë, çka thu për Umar ibn Abdul Aziz që ka ardhur mas Haxhaxhit, kanë thënë la bud delinasi min tanfis. Patjetër Allah nganjëherë duhet me çuq si periudha ku njerëzit do të thonë janë të lirë pastaj. Disa dietarë kanë thënë se qëllimi është me krahasu breznin me brezni. Qysh ka thënë kohën e Haxhaxhit, edhe pse ka pas zullum, mirë po thonë ka qenë më e mirë në aspekte tjera. Qysh ka thënë se ka pas më shumë sahabe gjallë, radhiyallahu anhu. Kurse kohën e Umar ibn Abdul Azizit, domethënë se ka pas drejtësi më shumë e mirëqenie, prapë nuk mundem të thonë se u kanë më e mirë në aspektin e dijes për shembull e fesë, pse sahabi ka pas çka më pak. Shallzer Abdullah ibn Mas'udi na sjell një interpretim tjetër. Thot e ka përmend këtë fjalë, thot hatta taqum as-sa'a, kështu vazhdon domethënë. Koha që vjen është më e keqe se e para, thot deri në ditën e Kiametit, disa hadithe ard hatta talqaw rabbakum, derisa ta takoni Zotin tuaj. Përgjithë thot Abdullah ibn Mas'udi, thot lestu a'ni rakha'an min al-'aysh yusibuhu wala malan yufiduhu. Thot nuk është qëllimi, nuk e kam për qëllim thot se është më e mirë mirëqenia në dunjallak, në aspektin se ka më shumë pasuri. Thot walakin la yati alaykum yawmun illa wa huwa aqallu ilman min al-yawm alladhi madha qablahu. Thot është më pak ndije. Që sherrri ka thonë është për qëllim se ka më pak dije. Ose sinherë që afrohet ka Kiameti, paksohet s'ka dija fetare. Thot andaj kur vdesin thot ulemaja, thot njerëzit bëhen barabart, nuk kanë dije, thot, kështu që nuk urdhrojnë për të mirë, nuk dalojnë nga e keqja. E kështu thot fe inda dhalika yahlekun. Kështu shkatërrohen. Ibn Hajeri thot duket se ky është mendimi, interpretimi më i saktë. Kjo fjalë ibn Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu. Ky parim vëllazër profetik, shkon thonë dietarët, sistem nuk na nxit vëllazër që na mu bë pasiv. Nuk na nxit se na si musliman me kanë më çka me lan çështjet edhe me ndur tjerëve, edhe mos më mundu hiç përderisa çdo kohë që po vi ka koka më e keqe se tjetra. Përkundrazi, hadithi thonë dietarët, vëllazër na nxit që mu pa i sa më shumë dije. Mënyrë që mos më prit domethënë çka atë kohë të keqe që kam ardhur kur paksohet dia, po ti me ezan me bë gar me kohën. Se përderisa dia do më bashkëga tu paksu, dietar tu vdek, çfarë duhet mu vetëm mu pajis me dije. E mos më prit domethënë çka atë kohë të keqe me zan. Po me nxitu drejt punëve të mira, edhe thojnë nëse lodhësh, edhe raskapitësh, mos me prit se hajt ndoshta bëhet më mirë. Edhe me tik dia dhe me tik punët e mira. Pse thojnë se koha që vjen sa që largohet, që është më larg burimit bazës atje, profetik. Andaj paksohen sunetet, shtohen sprovat belate edhe çka shtohen bidatet. Dobia tjetër vëllazër se ky parim profetik na udhëzon patjetër drejt asaj që na duhet mi adit vlerën brezave të parë të Islamit. Mirëqenies, fetarisë cilën kanë qenë as-salafu salih, pra sahabët tabiin dhe tabiin. Se këta njerëz që i ka lavdru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa thon pejgamberi sa thot wa inna ummati ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Thot sa i përket umetit tim thot mirëqenia, rujtja nga këto gjëra devijime thot është vendosur ka në fillimin e saj. Pa ku janë sahabët tabiin dhe tabiin. Sa Ibn Taymi rahimahullah thot është diçka që dihet domosdoshmërisht. Për këtë që ndalet thot e studion Kur'anin edhe Sunetin. Edhe ka thot unanimitet tek el Suneti dhe xhamati. Thot se brezat më të mirë, brezit më të mira muslimanëve
qoftë në besim, qoftë në fjalë, qoftë në vepra, qoftë në çdo virtyt, janë brezat e parë. Pastaj ata që kanë ardhur, thotë siç ka ardhur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë se ata janë thotë më të mirë se brezat e mëvonshëm. Në çdo gjë, thotë ndije, në punë, iman, mendje, thotë në fe, në adhurim, çdo sen thotë na e kanë të i kaluar. Thotë këta nuk e refuzon askush thotë përveç atij që është arrogant, edhe që Allahu e ka deviju. Edhe përmend fjalën e Abdullah ibn Mesudit vëllazër ku ka thënë men kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Kushdo prej jush thotë Abdullah ibn Mesudit që dëshiron me pasu dikon, le të pason ata që kanë vdek. Thotë sepse nga i gjalli nuk është i sigurt nga fitnja, që nuk devijon. Kush janë këta thotë ulaika ashabu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pasoni kanë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kanë dek domethënë që kanë tunzim. Thotë e barra hadhihi al-ummati quluban, thotë kanë qenë njerëzit e këtij ummeti me zemrat më të mira, më të pastërta. Wa a'maquha ilman, me dijen më të thellë, wa aqalluha takallufan, edhe me teprimin më të pakt. Nuk kanë thellu domethënë teprun gjana që kanë vepruar brezat e mëvonshëm. Thot qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi, janë njerëz që i ka zgjedhur Allahu me shoqëru kon pejgamberin e tij. Thot wa iqamati dini, që i ka zgjedhur Allahu për me përhap fenë e tij. Thot fa'rifu lahum haqqahum, dijani vlerën që e kanë. Thot wa tamassaku bihadihim, kaponi fort me udhëzimin e tyre, fa innahum kanu ala al-huda al-mustaqim, sepse kanë qenë udhëzim drejt. Pashto përmend zëmentimi fjalën e tjerëve thot kanë thënë aleikum bi athari man salaf. Përmbajnë gjurmëve të brezave të parë të Islamit, thot fa innahum ja'u bima yakfi wa ma yashfi. Se nuk kanë lënë diçka pa asnjë. Krejt çka kanë nevojë fentane e gjan tek fjalët e tyre, shpjegimi që ata ja kanë bafi. Thonë edhe thot s'ka mundësi që Allahu me mshef një hajr, me mshef aty në një hajr e me u shfaq ka brezave që kanë ardhur më të mëshëm, duke qenë se ata pas kanë qenë pra njerëz më të mirë. Sallallahu Ibn Rajebi thot jemi sprovu, rahimahullah, dietari më thënë jemi sprovu me disa njerëz ignorant, thotë që mendojnë se kushdo që zgjerohen folur edhe ka oratori, thotë është më i mençur se sa brezat e parë të Islamit. Për shkak të oratorisë, fjalëve që artikulon mirë kështu me radhë. Thotë dhe kjo është thotë mejet e madhe që ai atribon brezave të parë të Islamit, është mendim i keq për ta, edhe i atribon atyre xhehlin edhe dijen e mangët të Allahut. Na dim edhe kurdo që shikon gjendjen e tyre, fjalët që i kanë thënë e vren vënë siç e ka përmendur Ibn Taymi se ata na ata i kalon vëllazër në çdo aspekt. Për aludimeve të tjera vëllazër të këtij parimi profetik është se ky parim vëllazër, kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po na nxit neve si besimtar. Apo edhe mos besimtarët në përgjithësi që jetojnë para kiametit, apo jetojnë me një shoqëri ku e keqja është mbizotruese. Don ku e keqja e ka ngrit flamurin. A do tash na mu dorëzu vëllazër? Jo. Kjo a di vëllazër na nxit që na me kanë vendosur edhe serioz që përkundra jo mu dorëzu, po mu mundu me kanë faktor përmirësues në atë shoqëri ku jeton. Me ta pa hajrin njerëz, me i thirr njerëzit në udhëzim. Sa do pak me e zbeh goditjen edhe atë impaktin që ka të keqes dhe. Me urdhru për të mirë, me ndalu nga e keqja se cilin në bazë mundësive që i ka. Se na dim vëzëm, pa më pasysh sa është një kohë e keqe, prapë Allahu qonë njerëz, që e ngritin argumentin kundër, apo mbi krijesat e Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk ka njerëz dhe ku nuk ka përmirësues, njerëz reformues, që i thirrin njerëzit në udhëzim, i largojnë nga verbria, i largojnë nga devimi. Andaj, merre këtë vlerë dhe kjo vlerë, si robi Allah, si robreshe Allah, mundsohu, përpiqu me aq sa ki mundsi, me i thirr njerëzit drejt Allahu subhanahu wa taala, me udhëzu. Se kështu me këta e meriton me kanë krijesa më e mirë, edhe për atyre që i don Allahu subhanahu wa taala. Shkon edhe tash sahabët se i kanë kuptuar këtë hadith. Kur e kanë dëgjuar për pejgamberin tash. Madje Enesi vëllazër këtë hadith e ka transmetuar si fjalë tina, mirë po thotë e kam dëgjuar prej pejgamberit ju. Se ju ardhin anku tabin tek Enesi radhiyallahu an për shkak zullumit të madh që po ja bën çka haxhaxhi. Edhe ja ka përmend këtë fjalë, ka thënë duroni, sepse çdo kohë që vjen është çka më e keqe se ajo para prap. Hatta talqaw rabbakum, derisa ta takoni Zotin tuaj. Thotë kështu e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, çuçi kanë kuptuar vëllezër sahabët edhe tabin këtë parim. Vëllezër këtë që sam ligj hyjnor,
Nuk I ka bë kjo që ata që me nejt në vend, edhe mos me ndërmarr kur gjë. Mirë po e kanë trajtuar dhe kanë menaxhuar ashtu siç është më së miri. E mënyra se e kanë trajtuar vëllezër kthehet në dy pika. E para kanë duru. Kanë duru. Si ju ka thënë nesër, isbiru, duroni. Duroni, domthon derisa njeri I mirë vjen zgjidhja, çlirimi prej Allahut, apo e çon Allah dënon atë keqin edhe vonë shkatron. E dyta vëllezër kanë punu sa më shumë për këtë fe. Edhe e kanë përhat. Nuk kanë prit që me ardh ndaj njeri që ka reformues edhe me prit tash më mbështet tek ai me vash shpresat tek ai që ai më I përmirësoj gjithë agjendet jo. Po secili vëllezër e ka marrë përgjegjësi rolin e vet shoqëri. Edhe aq sa ka pas mundësi e ka përhat fen Allahu subhanahu wa taala. E çka është vëllezër ai për sosmëria se si duhet me kuptuar na fjalët e pejgamberit sa. Shumë muslimanë vëllezër sot kaplohen nga dëshpërimi kur e shohin çka gjendjen, xhehlin e madh, ignorancën e madh në umet, edhe thonë jo s'ka mundësi me kanë për me marr përmirësimi derisa të vjen Imam Mehdiu. Jo. Feja nuk na mëson kështu, me kanë njerëz domethënë çka që zbrapsemi. Po secili mbas mundësive vëllezër, jo me prit Imam Mehdiun, me po mundu me kanë faktor, domethënë reformues në shoqërinë ku jeton. Ata që mundesh me e kry sot, mos e le për nesër, nxito krye se ndodh që nesër s'mundesh me e kry. Pashtu që përfitojmë për këtij parimi është se rruga e brezave të parë të Islamit ka qenë më a'lam, më e ditur, më e mbrojtur prej gjunave edhe ka qenë çka më e drejtë, më e urtë. Edhe themi vëllezër banu prej atyre përmes cilëve Allahu e përmirëson kohën cilën ti po jeton. Mundohu sa do pak me kanë pjesëmarrës këtë reformim edhe përmirësim të shoqërisë. Kjo është sa I përket këtij parimi vëllezër, marrim edhe një parim edhe këta po përmbyllim. Është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, el-Qur'anu hujjatun laka aw alayk. Kur'ani është argument për ty, thotë ose është argument kundër teje. Ky parim vëllezër madhështor ka ardhur brenda një hadithi që dietarët e konsiderojnë këtë hadith prej bazamenteve të fesë. Dhe përderisa kemi thënë janë kështu, kanë ardhur fjalët e dietarëve për disa hadithe kështu, kena me kuptuar vëllezër për madhështinë e këtyre parimeve. Është hadithi vëllezër ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si transmeton Muslimi thotë at-tahuru shatrul iman, pastërtia është gjysma e besimit, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Fjala alhamdulillah thotë mbush peshorën ditën e Kiametit. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna samawati wal ard. Fjala subhanallah, alhamdulillah e mbushin hapësirën mes qiejve dhe tokës. Thot was salatu nur, thot namazi është nur dritë, was sadaqatu burhan. Thot ndërsa lemosha është dëshmi për besimin e njeriu, thot was sabru dhiya, durimi është shkëlqim. Thot wal Qur'anu hujjatun laka aw alayk. Thot pejgamberi Kur'ani është argument për ty ose kundër teje. Pastaj thot kullu nasi yaghdu fa ba'i'un nafsuhu fa mu'tiquha aw mubiquha. Se njeri kur qohet mëngjes, drejt punëve tyne. Mirë po thot ai me ato punë që ai ndërmerr, fjalët apo veprat e shet veten, e çet veten shitje, thot ose ki me liru nga zjarri I xhenemit ose ka me shkatru. Imam Nevevi vëllezër thot ky është hadha hadithun adhim, thot ky është një hadith madhështor, aslun min usulil islam. Është thot bazament prej bazamenteve të Islamit. Se thot I përfshin gjëra të rëndësishme prej parimeve rregullave të Islamit. Kështu ka thënë edhe El-Munawi, edhe në fund thot fakun lahu min al-mutadabbirin. Thot mos e lëmë të kalu kështu mirë po ndalu thot edhe mendo thellë rreth këtij hadithi. Me çfarë qëllimi vëllezër Kur'ani është argument për ty ose kundër teje? Do thot vëllezër se Kur'ani është dëshmi, argument, domethënë që dëshmon për ty se sa ti po e praktikon fen e Allahut subhanahu wa taala. Ose është argument kundër teje, dëshmon se ti nuk je ashtu siç duhet, siç po pretendon. Do thot, apo dëshiron me e ditë si është raporti ynë me fen e Allahut, pasqyrë kish ka Kur'anit. Ekspozoja veten çka paraqitet veten para mësimeve të Kur'anit, edhe Kur'ani tregon krejt, sikur pasqyrja. Është argument për ty, elhamdulillah, është argument kundër teje, atëherë ki kujdes. Qysh është vëllezër Kur'ani argument kundër teje? Në të përgjigjet Kurtubiu rahimahullah, thot është argument më I madh, më I rand, thot para personi I cili e mëson Kur'anin, mirë po tregohet çka I shkujdesur. Se sa ndaj atij që ka ignorancë, edhe çka tregohet I shkujdesur. Von ai që din, ka mësu, mirë po tregohet I shkujdesur, thot për këtë është argument më I rand se sa për këtë tjetrin. Pastaj thot atij që ju ka dhënë dija Kur'anit, mirë po mëson për Kur'anin, mirë po nuk I bën dobi vetes vet, nuk ndalet te kërcënimet edhe urdhrat e tij. Përkundrazi thotë çka bën gjunahe, thotë kanë el-Qur'anu hujjatan alay. Kur'ani ka me kanë çka argument kundër tij.
në ditën e Kiametit. Thot që qëllimi është vëllezër që na thot me e lexu Kur'anin me lexim të mirëfillt. E çka është leximi i mirëfillt vëllezër? Kur ti e praktikon çka Kur'anin në jetën tënde. Me përsijatët rreth Kur'anit edhe më mundu me e kuptu, që me zbatu pasaj në jetën tonë. Thosë Allahu thot, kitabun anzalnahu ilejke mubarakun li yadabbaru ayati. Thot ky Kur'an është një libër i bekuar të që ne ta kemi zbritur ty, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që mund dal me përsijat, me reflekturat mësimeve ti. Po ashtu Allah thot, e fela yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. A nuk po ndalen ata me mediturat Kur'anit? Apo mos zemrat i kanë kyçura ndry Allahu na ruaj. Me sjell vëzë një shembull praktik i cili na sqaron këtë parim që po e them. Për shembull, dy persona, njëri e lexon fjalën e Allahut wa aqimus sala wa atuz zakat. Faleni namazin, jepni zakat. Tjetri edhe e fal namazin, i rrin gati namaz. Tjetri e lexon tjetën fjalë, nuk i rrin gati namazit, nuk i rrin gati zakatit. Për të parin është argument për të në favor ti Kurani, kurse për dytën është argument kundër ti. Ose dy motra muslimane. I lexojnë fjalët e Allahut ku Allahu i urdhëron çka me nuk mbulesën. Njëra mbulohet, tjetra çka nuk mbulohet. Për të parën është argument, kurse për dytën është kundër saj, argumenti kundër. Është një fjalë vëzëre Imam el-Ajurrit e kemi marrë vjet tek ato mësimet e Ramazanit, edukata barzëve të Kuranit, patjetër duhet me përmend vëzër se Imam el-Ajurri këtë libër i përmend vëzër në mënyrë detajume se si njeri e arrin këtë synim. Do thot, si arrin që Kurani mu bë argument për to jo kundër tij. Po mundohemi me sjellë edhe fjalët e tij në mënyrë të përmbledhur, sa ai është zënushëm. Thot, yatasaffahu al-Quran li yu'addib bihi nafsuhu. Thot, e lexon Kur'anin ky njeri që Kurani është argument për to, për çfarë qëllimi? Thot, me eduku veten përmes asaj që e lexon. Thot, e lexon Kur'anin në mënyrë që adhurimet që i kryjnë për Allahun subhanahu wa taala me i kryj jo me ignorancë, me pas dije. Thot, dijen edhe fikhun thot e vendos që me udhëhesh përpara në punët e tij, jo me adhuru Allahun me ignorancë. Pra mëson për fenë e Allahut. Thot, kur e mëson Kur'anin, e lexon Kur'anin, thot, e lexon me mendje të pranishme, me zemër të pranishme. Thot, brenga dhe preokupimi i tij kryesor është kur ka me zbatu ata që e ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, kur ka mund ndalu nga gjanat që e ka ndalu Allah. Thot, lejset himmetuhu meta akhtimu sura. Nuk e ka breng qysh me i dal në fund çka surës, qysh me lexu çka sa më shpejt. Thot, brenga ti është kur unë kam u bë për njerëzve devotshëm. Thot, brenga ti është kur kam u bë për njerëzve që janë bamirës, kur kam kanë prej atyre që i mbështeten tamam Allahu subhanahu wa taala. Kur kam u bë prej atyre që janë për ulur, që e kanë frikë Allahut. Kur kam u bë prej atyre që janë durimtar, prej atyre që janë të vërtetë të sinqert. Kur kam u kanë prej atyre që shpresojnë edhe frikohen prej Allahut. Thot, meta azhadu fi dunya. E lexon Kur'anin, thot, dhe ja bën vetë të pyetjet, thot, kur kam u kanë prej atyre që nuk lakmojnë dunja. Kur kam u bë prej atyre që lakmojnë çka në ahiret. Kur kam u bë prej atyre që pendohen prej gjunave. Kur kam u bë prej atyre që i din begatit që na ka dhënë Allahu, edhe falenderojnë për to. Meta aqilu anillahi al-khitab. Të lexon Kur'anin, thot, kur kam u bë prej atyre që e kuptojnë çka po don Allahu me këto mesazhe që po na i drejton neve. Edhe me këtë fjalë që jam duke e lexuar. Thot, meta aghlibu nafsi ala ma tahwa. Kur unë kam e mposht veten tem, nefsin tem, përmes këtij Kur'ani që jam duke e lexuar. Kur kam e luftu veten tamam që çdo është për hir, që duhet për hir të Allahut. Kemë ardhur atë në hadithet kur ne them, mujahidi vërtet është ai që e lufton nefsin e vet edhe hepshin e vet për hir të Allahut subhanahu wa taala. Thot, meta ahfadhu lisani, kur kam e ruajt gjuhën, kur kam e ruajt shikimin, kur kam e ruajt organin tim nga gjunat, kur kam e fillu me turpru prej Allahut ashtu siç duhet. Thot, e lexoj Kur'anin dhe e lexon Kur'anin, ja bën vetes pyetje, thot, kur kam e fillu mu angazhu me tmetat e mia, e jo me tmetat e tjerëve. Kur kam i përmirësu ato gjashte që më kanë çrregullu, më kanë prish. Kur kam e fillu me e marr veten llogari, thot, meta atazawwadu li yawmi ma'adi. Kur kam e fillu me përgatit sinqerisht për botën tjetër. Meta akunu anillahi radiyan. Kur kam e kanë i tillë që jam i kënaqur me Allahun si Zot, me gjykimet e tij, me fenë e tij.
thot meta akuna billahi wathiqan, kur kam u baj tillë që unë kam mirëbesim plot te Allahu subhanahu wa taala. Thot kur kam marr mësim nga ndalesat edhe urdhrat e Allahu subhanahu wa taala. Thot kur kam u baj tillë që kam u angazhu me dhikr të Allahut e jo me përmendje nga dikujt tjetër. Kur thot kam u baj tillë që unë kam e dashur ata që e don Allahu, kam e urrejt ata që e urrejn Allahu. Thot kur kam e treguar sinqert në veprat e mia, thot meta qasiru amali, kur kam e kanë tillë që mos me ushqy veten me shpresa të rrejshme dhe të kota që kemë jetu gjatë. Mirë po thot meta atahabu li yawmi mauti, kur kam e kanë tillë që kam u përgatit për ditën kur kam e vdek. Thot wa qad ghuyiba anni ajali, ku nuk e diun realisht kur kam e vdek. Kërkush nuk e din kur kam e vdek. Thot meta a'maru khabri, kur kam e kanë tillë që kam e ndërtu varrin tim hala para se me hin to. Ju shëndërton vëllazër, jo më ndërtu qëllimi është ka me mbush me punë të mira. Thot kur kam e kanë tillë që kam e fillu me mendu për ditën kur do të dal para Allahu subhanahu wa taala, edhe ja sjell veten ndërmend vështirësitë edhe të merret e mëdha ditës së Kiametit. Thot kur un bën mu hajr leximi i Kuranit që un mu ndal në vetmi edhe mu vetmu me kanë me Allahun subhanahu wa taala. Thot tash vëllazër Imam el-Ajurri rahimahullah thot besimtari i mençur. Thot kur e lexon Kur'anin thot ista'rada al-Qur'an fa kana kal-mir'ah. Si që përmend. Thot e paraqet Kur'anin sikur me kanë pasqyrë. Edhe e shikon veten. Sikur njëri që shikon veten pasqyrë. Thot veprat e mira, çka Kur'ani ka bërë mirë ai e vepron. Çka Kur'ani ka treguar se është e shëmtuar me keqe, ka kujdes për saj dhe largohet. Thot ruhet prej gjanave që e ka frikuar Allahu, edhe lakmon nxitet prej gjanave nxjerrat e ka nxit Allahu subhanahu wa taala. Tash po thot, vëllazër faman kanat hadhihi sifatuhu. Kush i ka këto cilësi po thot? Imam el-Ajurri, kush e lexon Kur'anin vëllazër në këtë formë? Apo thot i afrohet kësaj forme. Thot faqad talahu haqqa tilawati. Çka është ai që e ka lexuar ashtu siç duhet Kur'anin? Thot që është i treguar kujdesën ndaj leximit të Kur'anit. Thot wa kana al-Qur'anu shahidan wa shafi'an wa anisan wa hirzan. Veç për çet njeri Kur'ani ka me kanë dëshmues në ditën e Kiametit, ndërmjetësues, ka me gjetë prehjet e ai edhe ka me kanë mbrojtje për to. Thot wa man kana hadha wasfuhu nafa'a nafsahu wa nafa'a ahlihi. Kush e lexon Kur'anin këtë formë, thot ka më sjell dobi vetes vet, familjes vet, prindëve vet, fëmijëve vet, në çdo hajër në këtë botë edhe në botën tjetër. Tash Imam el-Ajurri vëllazër na i kthehet edhe një herë na tregon gjendjen e atyre që Kur'ani është argument kundër. Thot këta janë njerëz që e lexojnë Kur'anin për dunja, edhe për përfitimet e dunjas. Thot prej moraleve tyre është që ky njeri thot e lexon Kur'anin, i lexon shkronjat e Kur'anit, mirë po, çka thot i humb dispozitat cilat Allahu subhanahu wa taala i ka përmend Kur'an. Thot është muta'adhiman fi nafsihi. Është person arrogant veten e vet, është njeri mendje madh. Thot Kur'anin e ka bë tillë që shka me përfitu prej dunjallakut. Thot përmes Kur'anit thot i përfiton pasuritë e njerëzve të pasur, edhe i përmbush nevojat në jetën e kësaj bote. Thot i respekton njerëz të dunjallakut, thot edhe i nënçmon njerëz të varfër. Thot nëse i mëson njerëzit e pasur, ja mëson njerëzit e pasur Kur'anin, thot rafiqa bihi, tregohet i but, thot tama'an fi dunya, pse çka shpreson dunjallakun e tyre. Thot nëse e mëson varfrin, thot tregohet çka i ashpër ndaj tij. Thot se ai s'ka dunja që ky çka shpreson diçka tek ai. Thot pastaj nëse e ka për shembull thot çka zanin e mirë, thot dëshiron që me lexu Kur'anin prezant aty në mbretërve, njerëz që udhëheqësisë, edhe më afal thot namazin, thot tama'an fi dunyahum, shpreson se kanë më jap diçka nga dunjallaku. Thotë nëse të varfrit vinë thot edhe kërkojnë prej tij se çka më afal namazin, thot nuk ja fal, se nuk ka diçka që shpreson prej ta që i japin domon prej të hollave. Thot mburret me dijen që e ka për shembull për Kur'anin, apo kirajet që ai ka mësuar. Thot është njeri me ndjemad në formën se si ulet, pra fryet mbahet më të madh, dhe është njeri që në zemrën e tij nuk depërton frika prej Allahut subhanahu wa taala. Thot nuk frikohet prej Allahut kur e dëgjon Kur'anin. Nuk qan kur e dëgjon Kur'anin, nuk pikëllohet kur e dëgjon Kur'anin. Thot nuk ndalet me mendu
për ato ajete që i lexon apo që i dëgjon duke ja lexuar dikush tjetër. Thotë që lakmon dunja, për dunjan thot kënaqet, pajtohet edhe për dunjan zemron. Allahu. Nuk e ka gale thot se prej ka përfiton pasurinë, prej haramit apo prej halalit, thot se dunjaja ja ka zaptu thot zemrën. Nuk edukohet me edukat Kur'anit. Nuk ndalet tek urdhat ndalesat e Kur'anit. Thosh njeri i hutum i shkujdesur në atë që lexon apo i lexohet. Thot preokupimi i tij kryesor është vetëm çka më mësu për mend ajetet e Kur'anit. Me i lexuar ashtu sakt, madje thot nëse e lexon gabimisht diçka thot pikllohet më shumë se sa nëse e kryeni haram, pse na ka ndaluar prej tij Kur'ani apo se tregohet i shkujdesur ndaj ndonjë obligimi, për cilin na ka nxit Kur'ani. Thot moralet e këtij njeri thot janë çka sikur moralet e njerëzve ignorant, do të çka nuk dallon. Por nuk i kryen obligimet, mirë po çka zhytet në harame, Allahu na ruaj. Po kjo është vëllazër gjendja e këtyre dy personave që po na i paraqet Imam El Ajurri rahimahullah, andaj vëllazër na duhet me pas kujdes, me marr mësim nga këto këshilla madhështore që ne ka dhënë. Edhe tjetra vëllazër është një këshill tjetër që na jep Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu thot Al-Qur'anu thot shafi'un mushaffa'. Thot Kur'ani është që ndërmjetson ditën e Kiametit për njerin, thot edhe i pranohet ndërmjetësimi prej Allahu subhanahu wa taala. Thot wa mahilun musaddaq. Edhe është i tillë që dëshmon edhe dëshmia e tij pranohet. Ose kom me dëshmu do për ty ose kundër te. Edhe i pranohet dëshmia për Allahu subhanahu wa taala. Thot faman ja'alahu amamahu qadahu ila al-janna. Kush e vendos Kur'anin përpara, e lën që mu udhëheq për Kur'anin, thot Kur'ani ko më udhëheq drejt xhenetit. Thot wa man ja'alahu khalfa dhahrihi, kush ja kthen shpinën Kur'anit, edhe vendos prapa shpinës, thot qadahu ila an-nar. Kur'ani të grah edhe çon drejt zjarrit, Allahu na ruaj. Andaj vëllazër, njeri duhet me marr veten llogari në çdo kohë, me shikuar se si është raporti yt me librin e Allahut subhanahu wa taala, me fjalën e Allahut. Edhe me marr mësim nga kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nga ky parim po ashtu nga fjalët e dietarëve që i dëgjum, edhe me shikuar se ky Kur'an a është argument për ty apo kundër te. Shiko mirë a kish kujdesje në raport me librin e Allahut subhanahu wa taala, para se të jetë vonë, para se të vi vdekja, edhe desh para Allahut subhanahu wa taala. Edhe cekëm vëllazër se prej metodave më të madhështore që ty të nxisin me punu me Kur'anin është që ti mund dal me meditu rreth Kur'anit. Edhe vazhdimisht vëllazër me lut Allahun subhanahu wa taala që Allahu më e bë Kur'anin argument për ty e jo kundër te. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad.